Kryeministri Edi Rama në takimet e tij vazhdon me batuta ku i quan burrat tifoz që janë çyryk dhe u bëri thirrje grave dhe vajzave në Kamës të bashkëpunojnë me demokratët. Rama tha se demokratët ngatrojnë politikën me futbollin. Duhet bëni çdo përpjekje që të shtoni radhët e votave të sigurta të Partisë Socialiste në radh parë nga gratë. Dhe duhet të punoni, bisedoni, të bashkëpunoni me gratë demokrate, të cilat e kuptojnë shumë mirë, sepse kanë shumë më të shpejt kalimin nga politika në realitet. Nuk e kanë si burrat. Burrat kur janë tifoz, janë çyryk. Kurse në takimin me të rinj në Spille, kryeministri Edi Rama me tone ironike tha se bufi nuk lë krevat pa hyrë. Mbase një pjesë e juaja nuk e mban mend mirë se si ka qenë Kavaja apo Rogozhina, se keni qenë shumë të vegjël. Mbase disa për jush e mbajnë mend mirë momentin kur Partia Socialiste për herë të parë mori besimin e qytetarëve të Kavajës dhe faktikisht e nxori Kavajën nga një grop e madhe ku e kishte lënë